shkojmë tash prapë te asfalti. Se koridori 8, çka është ndodh. E pa është një vendim të kuvendit se janë miratuar disa pagesa për Begtelenkën. Edhe tregon çka është, domethënë, a është në kohë të duhur duke zhvilluar projekti. Është në kohë të duhur, jam e qetë në këtë pjesë, te pjesa e korridorit se punimet po ecin vërtet pa asnjë problematik të theksuar, sepse problematika gjithmonë ka në një teren aq të vështirë për të punuar, edhe vetë kur kam qenë kam pasë në çfarë lartësi mbi detare punohet, madje më zhdukur e pamundër se aq kuptoj nga ajo fusha se jam juriste, por që është ecë mirë, kemi dikun mbi 1000 punëtor në teren tani që janë të punuar edhe në këto kushte, me mbi 400 mjete për punë. Në çdo pjesë segment korridorit 8 ka problematika të ndryshme, pa ato që janë të përgjithshme për mos të hyjë në detaje, do thoya që janë pastrimi vegetacionit, mbushja e pjesëve që ku duhet të bëhet shtrimi i trasesë, vendosja e objekteve mobile për punëtorët, për mjetet e punës e kështu me radhë, dhe procedura e shpronësimit ose e ekspropriimit. Edhe këtu kemi shumë mirë.